Si e mba me në kujtimi, s'ka qështë? Unë nuk është problemi se unë si e mbaj mend, se unë kujtimin e mbaj mend që të vogël e deri sa pati si e thonë, aqë sa kishte ymërin edhe jetën. Po kujtimi është një legjend tamam si e thotë edhe busti i tia që e kemi këtu afër, është një legjend e futbollit sjarak. Është një legjend nga e cila kjo rini që vjen dhe këta futbolliste që vinë duhet ta kenë si shembull të sakrificës që kishte ai për futbollin përveç talentit. Se talenti pa punë nuk ecën. Ai kishte talent, po kishte edhe një përkushtim ndaj lojës futbollit dhe për atë sakrifikon dhe shumë. Sa kohë i duhet për të stërvitur kujtimin? Kujtimi stërvitesh me shokët, stërvitesh edhe jashtë në shpinë e vetë. Por problemi është se një futbollist për të bërë, nuk bëhet nga hiqi. Ai ka kaluar në disa dorë trajnerësh. Fillimisht ai ka kaluar me portierin Luftar Strumi. Luftar Strumi kishte para të rinj edhe kaloi nga luftari, pastaj kaloi dhe unë me të rinj. Kujtimi ishte talent, po ishte një talent që i përkushtohesh asaj që kishte nisur. Edhe u bëj nga futbollistat më të dëgjuar në Fier, sa u bë simbol i Fierit. Bolti thoshe, unë jam nga Fieri, thoshe, nga kujtimi, nuk thoshim nga Fieri, po thoshim nga kujtimi, dhe kujtimi u bë aq sa u bë dhe dëshira e shumë trajnerëve për ta tërhequr në ekipe të tjera. Një nga këta trajnerë ka qenë Bekush Biçja. Bekushi e kërkonte te Partizani, edhe sa herë që ne vinin blosim me Tiranën ose me Dinamon, atje ai ishte në ekip e më thoshte amanere, ma jep tamam, nuk ta japun se kjo është i Fierit. Ne ju adham një, se atë kohë kishte ikur Fejm Breca. Edhe vetë kujtimi ashtu arriti deri dhe në kombëtare, pavarësisht që ai mund kishte lozur dhe më shumë me të, po konditat, shoqëria ishte ajo që e largonte. Një ndeshje që mban mend kujtimi ti që ka shkëlqyer, cila është? Dërdo, ta japun. Kujtimi s'ka pas, kujtimi nuk ka pas një ndeshje që ka... Një minutë, ja ka respektoj. Kjo është ndeshja vllaznia, ta çej profesor, dhe garuaj që kujtim nga kujtimi ajat. Ka shkëlqyer, e një këtë mesushor, më fal profesor. Kujtimi ishte yll. Kujtimi një të madhe së vesti. Ja të flasësh profesor. Edhe kujtimi ishte që kur dolim në kategoritë parë, se këtë Fieri ka qenë kategoritë dytë në të rinj. Kur ne lozim në kualifikuset, stadiumi i Fierit për ekipin e të rinjve ishte mbushur plot e për plot, me flamure, me ty ishte fest, ishte komplet plot. Bile, po të kisha sjellë do fotografit e sa i ndeshje, unë të shikoja se unë kam fotografit që i minin atje. Ndë presë, shikoj stadiumin, në 3.400 ke 5.000 veta sportash. Shiko, kjo është me të rinj. Kjo është ekipi vllaznisë, ke ndalë kapitin e parë, kemi barazuar në Peqin. Profesor, vazhdo. Po të ja punë fotografin, dhe mund të kem plot fotografi të tilla, po ka qenë si festë e madhe që dilte Fieri në kategoritë parë. Ne i futëm ato të kategorisë dytë që kishim ndeshjet nga 4, nga 5 gola. Edhe një nga kryesorët ishte kujtimi, megjithëse atje kishte edhe lojtarë tjerë, kuptohet. Por po flasim për kujtimin tani. Edhe kujtimi që iku e quam të ekipi të rritërve pa mbaruar moshe kujtimin, Dashbitën, Ektor Paçon, Lupin, i quam të ekipi të rritërve sa mbaroj faze parë e të rinjve. E i quam atje që të rriteshin edhe të kishim.
Edhe ai kujtim u rrit e u bë embleme e qytetit Fierit.